Kryeministri Edi Rama ka vjuar edhe ditën e sotme me një gjuhë të ashpër ndaj protestuesve që prej 51 ditësh janë mbledhur në bulevard. Në një reagim të publikuar në rrjetet sociale, ai ndau pjesëmarrësit në tubim në 2 kategori. Sipas Ramës, një pjesë e protestuesve përfaqësojnë historinë e Shqipërisë së re, të cilët e quajti Flamingo. Pjesa tjetër që ai e cilësoi si sorra, korba, delirant dhe ignorant, kanë marrë peng protestën dhe kanë shndërruar në një shëmbulltyrë simetrike me opozitën. Historia e Flamingove është historia e Shqipërisë së re, kurse jo e sorrave dhe korbave që e kanë marrë peng. Nuk ka asnjë lidhje me historinë e së ardhmes së Shqipërisë. Ka lidhje vetëm me të shkuarën, u shpreh Rama. Ai shtoi kritikat edhe ndaj asaj që e cilësoi si ekstremizëm politik, duke ju referuar kundërshtarëve si sharlatan, ignorant, dështak e zemërak, të pangushëllueshëm. Kryeministri shtoi se reflektimi i tij personal do të ndahet me publikun në ditët në vijim. Ministri i Turizmit Blendi Gonxha u përball me deputeten Nina Zhupa në komisionin e posaçëm, lidhur me 4.3 milion eurot e akorduara nga qeveria për koncertin e Kanye West. Zhupa e sfidoi ashpër: "Keni dhënë 4.3 milion euro për një koncert privat, kur kishit premtuar se nuk do t'jepnit asnjë lek. Do të vinte zor që kërkoni kaq para për një koncert, kur s'kemi avion për të fikur zjarret?" Gonxha u detyrua të pranojë se qeveria nuk ishte e përgatitur për të financuar eventin dhe se situata doli jashtë kontrollit. Mendoi që shitja e biletave do të garantonte vetë financimin. Ishte në rrezik mos organizimi i eventit. "Nuk e kemi luksin të krahasohemi me tregjet e huaja ku është anuluar koncerti", deklaroi ai, duke konfirmuar tërthorazi se taksa paguesit shqiptar po mbajnë mbi supe një dështim tregtar. Zhupa e cilësoi të turpshme që këto para të shqiptarëve të përdoren për një koncert, ndërsa shkollat ngrohen me dru dhe mungojnë mjetet për emergjencat civile. Nëse parlamenti nuk e miraton aktin normativ, ministri nuk dha asnjë garanci se do t'u kthehen qytetarëve paratë e shpenzuara për një event që nuk arriti të mbijetonte pa ndërhyrjen emergjente të shtetit. Ministri i Turizmit Blendi Gonxha humbi çdo masë gjatë mbledhjes së komisionit të ligjeve, ku u diskutua akti normativ për financimin e koncertit të Kanye West. Ai cilësoi qytetarët që kundërshtuan këtë shpenzim si një tuf budallenç dhe shtoi se po të kishin nipt, fatura prej 4 milion eurosh do t'u takonte atyre. Nëse do të kishin një nipt ajo pjesë e protestës, kjo faturë e koncertit do i takonte asaj pjese që qëllimisht ose nga padia e ignoranca i shkaktuan dëm vendit, deklaroi Gonxha. Ai i quajti protestuesit Don Kishot dhe i akuzoi se sabotuan dhe minuan eventin, duke shpërfillur faktin se ishin pikërisht taksapaguesit ata që po mbulojnë dështimin tregtar të një koncerti privat. Deputeti i PD-s Oerd Bylykbashi e cilësoi deklaratën si fyese ndaj qytetarëve, por Gonxha jo vetëm që nuk u tërhoq, por e përkeqësoi edhe më tej gjuhën. Nuk diskutohet respekti për institucionin e protestës, por një tuf budallenç që gjuajnë me gur e pllaka. Populli e ka thënë hapi rrugë budallajt, përfundoi ministri, duke treguar për çmimin e thellë të qeverisë ndaj atyre që guxojnë ta sfidojnë. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së eurodeputetit çek Tomas Zdechovski, i cili denoncoi se kryeministri Edi Rama përdor familjarët për të transportuar para jashtë vendit. Berisha e cilësoi këtë si akt akuzën më të rëndë të bërë ndaj Ramës nga një përfaqësues i institucioneve europiane. "Sot jam këtu për deklaratën e antarit të Parlamentit Evropian, i cili thekson se ne po ndjekim parat. Këtë veprimtari të Ramës me paratë e grabitura ndaj shqiptarëve ose paratë e trafikantëve shqiptar", u shpreh Berisha nga Selia Blu. Ai theksoi se ka kaluar 24 orë dhe kryeministri nuk ka hapur gojë, duke e cilësuar heshtjen si domethënëse. Berisha akuzoi gjithashtu mediat pranë qeverisë se po censurojnë deklaratën e eurodeputetit. Rama dhe mediat e tij censurojnë akuzat publike të një europarlamentari të njohur. "Kjo çështje turpëron çdo kompani media", deklaroi kreu i PD-s, ndërsa nga ana tjetër kryeministri vijon të mos përgjigjet, duke lënë pezull pyetjen se çfarë fshen në të vërtetë. Gjykata e lartë ka vendosur të mos pranojë rekursin e paraqitur nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, i cili kundërshtonte vendimin për pezullimin e llogaritjes së afateve të paraburgimit. Me këtë vendim, gjykata më e lartë në vend lë në fuqi masën e vendosur më herët nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Veliaj është drejtuar gjykatës së lartë pasi gjykatat e jurisdiksionit të posaçëm kishin vendosur pezullimin e afateve të paraburgimit, si pasojë e shtyrjeve të njëpasnjëshme të seancave gjyqësore në shqyrtimin e çështjes në themel. Mbrojtja e tij e konsideronte këtë pezullim si të paligjshëm, por gjykata e lartë nuk gjeti të bazuar rekursin. Ky vendim përbën një goditje të rëndë për kryebashkiakun e Tiranës, i cili prej muajsh ndodhet në qeli teksa përpiqet të sfidojë pa sukses masat e vendosura nga organet e drejtësisë. Me rrëzimin e rekursit, Veliaj mbetet pas hekurave, ndërsa afatet e paraburgimit vijojnë të mbeten të pezulluara, duke i hapur rrugë një qëndrimi të pacaktuar në paraburgim.
Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj i është drejtuar sërish gjykatës së lartë për të kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë arrest në burg. Kërkesa është depozituar sot dhe synon zëvendësimin e masës aktuale me një masë më të lehtë sigurie, teksa ish ministri vijon të qëndrojë pas hekurave. Në rekursin e paraqitur, Beqaj ka ofruar garanci pasurore, duke argumentuar se kjo është mjaftueshme për të siguruar respektimin e të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga procesi penal. Mbrojtja e tij shpreson se oferta financiare do të bindë gjykatën se nuk ka rrezik ratisjeje apo prishjeje të provave. Tashmë i takon gjykatës së lartë të shqyrtojë kërkesën dhe të vendosë nëse do të lërë në fuqi masën e arrestit në burg apo do të pranojë ndryshimin e saj. Beqaj po hetohet për dosjen e njohur të sterilizimit, ndërsa përpjekjet e tij të mëparshme për t'u liruar kanë dështuar. Kryeministri Edi Rama ka vendosur të shfuqizojë ligjin për investimet strategjike, por ky veprim vjen 11 vite me vonesë dhe nuk ka asnjë vlerë për qytetarët. Gjatë kësaj periudhe nëpërmjet këtij ligji klientelist, privatët e afërt me pushtetin kanë marrë falas 1100 hektar tokë në Bregdet, duke e kthyer vijën bregdetare Velipoj Ksamil në një masakër mjedisore me beton. Në total Rama ka miratuar 94 projekte dhe ka në proces 110 dosje të tjera klientësh e trafikantësh për resorte, hotele e komplekse me pallate në Bregdet, ndër përfituesit spikasin emra si Dajlan Avdia, Pëllumb Gjoka, Gjergj Luca, Arben Muçobega, Roland Ziu, Lul Morina, Andrea Çaushi dhe Eral Myftaraj, të cilët kanë krijuar industri turizmi elitar, por kanë ndërtuar pallate e vila të shqitura për llogari të tyre, duke uzurpuar dhe plazhet publike. Edhe më skandaloze është se ish ministria Olta Xhaçka dhe bashkëshorti i saj Artan Gaçi u hetuan për përfitim të paligjshëm të statusit investitor strategjik dhe grabitje toke shtetërore, por s'pak pushoi hetimet. Po ashtu 23 trafikantë që kanë përfituar toka, plazhe, përjashtim nga taksat për 35 vite nuk po hetohen fare. Shfuqizimi i ligjit është një fars, pasi grabitja e tokave dhe betonizimi do të vazhdojnë me mekanizma të tjerë si korporata investimeve, ligji paketa e maleve, kontrata 1 euro dhe projektet Copzat e Porta e Alpeve, të sajuara së fundmi nga Rama dhe Blendi Gonxha. Ky është thjesht një mashtrim i radhës për të qetësuar protestat, ndërsa plaçkitja e Bregdetit vijon pa u ndëshkuar. Zbardhen detajet ronditse nga atentati ndodhur në Elbasan, ku mbetën të plagosur Armando Tomorica, Renaldo Manche dhe kamarieri Bjorgi Hoxha. Sipas burimeve hetimore, autori dyshuar kishte marrë masa të sofistikuara për të fshehur identitetin, duke përdorur maskë silikoni, paruke me flok të gjatë dhe doreza, ndërsa vishej me rroba të zeza dhe xhup të errët. Hetuesit dyshojnë se objektivi i vërtet i sulmit ishte nipi i Kastriot Kiles, i njohur si Ot Kila, një emër i njohur për autoritetet dhe i përfshirë prej vitesh në konflikte kriminale të Elbasanit. Sipas dëshmitarëve, autori u afrua pranë tavolinës ku ndodheshin viktimat në verandën e një lokali, i ofendoi verbalisht dhe më pas qelloi disa herë me armëzjarri. Në vendngjarje u sekuestruan 6 gëzhoja, ndërsa grupi hetimor po analizon pamjet e kamerave të sigurisë për të identifikuar autorin dhe zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes. Në dosjet e drejtësisë është përmendur edhe një atentat i mëparshëm i dyshuar ndaj Elton Kiles, për të cilin ishte angazhuar si vrasës me pagesë Nureddin Dumani. Një kallëzim i ri penal i është shtuar skandalit të postës shqiptare në Durrës. Feta Mataj, bashkëshorti i ish drejtoreshës Elizabeta Mataj, që ndodhet në arrest në burg, ka depozituar një kallëzim në drejtorinë vendore të policisë Durrës, duke ngritur akuzat të rënda ndaj ish shefes së financës Valbona Duni, e cila ndodhet në arrest në shtëpi. Sipas kallëzimit, Valbona Duni me një rrogë mujore prej 60.000 lekësh nuk mund të justifikonte pasurinë e konsiderueshme që zotëronte. Ajo dhe 2 fëmijët e saj disponojnë automjete luksoze, prodhimi viteve të fundit me vlerë qindra mijëra euro, disa apartamente në Durrës dhe Tiranë, si dhe biznese të hapura vitet e fundit. Kallëzuesi ngre dyshime se këto biznese mund të jenë përdorur për të justifikuar të ardhurat paligjshme, duke kërkuar hetim për pastrim parash. Fete Mataj pretendon se pasuria e familjes Duni është shtuar ndjeshëm pas vitit 2020, periudhë që përkon me administrimin e fondeve të rindërtimit pas tërmetit nga posta. Ai kërkon që organet e drejtësisë të verifikojnë nëse ka pasur bashkëpunim për administrimin e fondeve publike dhe të kryejnë një hetim të plot pasuror për Valbona Dunin dhe familjarët e saj. Policia e Durrësit po punon që kallëzimi penal t'i kalojë prokurorisë, e cila pritet të vlerësojë pretendimet dhe të vendosë nëse do të regjistrojnë procedimin penal për akuzat e ngritura ndaj shefes së financës dhe familjes së saj.
Në kulmin e sezonit turistik, aeroporti ndërkombëtar i Rinasit po përpunon çdo ditë nga 50.000 deri në 56.000 pasagjerë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita, së bashku me kreun e doganave Besmir Beja, zhvilluan një inspektim të përbashkët për të verifikuar masat e marra për përballimin e këtij fluksi rekord. Sipas Hitës, shërbimet e policisë kufitare kanë kaluar në regjim 12 orësh, duke rritur me 20% praninë e punonjësve. Gjithashtu, mosha minimale e përdoruesve të sistemit automatik e-gate është ulur nga 16 në 12 vjeç. Duke shkurtuar ndjeshëm kohën e pritjes së pasagerëve, sistemet teknologjike janë përditësuar përfshirë sistemin Teams dhe pajisjet e kontrollit. Krahas menaxhimit të fluksit, Hita theksoi se prioritet mbetet lufta kundër krimit ndërkufitar. Policia kufitare është angazhuar maksimalisht për të garantuar përpunim të shpejtë dhe të sigurt, ndërsa paralelisht vijojnë kontrollet e bazuara në analizën e riskut për goditjen e çdo aktiviteti kriminal, deklaroi ai. Sipas tij, bashkëpunimi me doganat ka sjellë rezultate konkrete në goditjen e trafikut të lëndëve narkotike, kontrabandës dhe migracionit të paligjshëm. Qendra Evropiane për parashikimin e stuhive ka lëshuar nivelin më të lartë të alarmit për një pjesë të Ballkanit, duke paralajmëruar zhvillimin e stuhive të rrezikshme nga e marta deri në orët e para të së mërkurës. Zonat më të rrezikuara janë jugu i Kroacisë, jugu i Bosnjë-Hercegovinës, Mali i Zi dhe Kosova, ndërsa Shqipëria përfshihet në nivelin 1 të rrezikut, ku priten fenomene të ngjashme, por me shtrirje më të kufizuar. Meteorologët paralajmërojnë se situata mund të shndërrohet në një shpërthim të madh stuhish, që do të përhapet nga Italia drejt Evropës juglindore. Parashikohen stuhi afatgjata dhe sisteme të organizuara, të afta të prodhojnë breshër shumë të madh, erëra me intensitet shkatrues dhe në raste të izoluara dhe tornado. Sipas analizës së ekziston mundësia që sisteme të fuqishme stuhish të formuara mbi Itali të kalojnë Adriatikun dhe të godasin rajonin, duke sjellë erëra me forcë uragani dhe rreshje intensive. Stuhit mund të vazhdojnë deri në orët e vona të mbrëmjes dhe gjatë natës, me disa valë të njëpasnjëshme fenomenesh ekstreme. Autoritetet dhe qytetarët në zonat e rrezikuara këshillohen të ndjekin me kujdes paralajmërimet meteorologjike, pasi kombinimi i breshërit gjigant, erërave shkatëruese dhe mundësisë për tornado mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme. Përveç Ballkanit, niveli 2 i alarmit është shpallur edhe për një pjesë të Italisë, Rumanisë dhe Bullgarisë. Prokuroria hungareze ka bastisur selinë e partisë Fidesz të ish kryeministrit Viktor Orban në një operacion që shënon një zhvillim të rëndësishëm në skenën politike të vendit. Sipas Fidesz, prokurorët kontrolluan serverët dhe sistemet e komunikimit të partisë, duke kërkuar qasje në bazat e të dhënave, ndërsa vetë partia cilësoi ndërhyrjen si të paprecedent dhe akuzoi qeverinë e re për përdorim të drejtësisë kundër opozitës. Sipas Reuters, bastisja lidhet me një hetim penal mbi dyshime për keqpërdorim të fondeve të Fondit Kombëtar të Kulturës. Në shënjestër janë vendime për shpërndarjen e më shumë se 17 miliard fornitëve, rreth 54 milion dollar në grante shtetërore, të cilat dyshohet se janë orientuar në mënyrë jo transparente drejt artistëve dhe organizatave të afërta me Fidesz. Ky është një nga veprimet më domethënëse të autoriteteve që nga ardhja në pushtet e kryeministrit Peter Magyar, i cili e drejtoi fushatën e tij mbi premtimin për luftë kundër korrupsionit dhe forcimin e shtetit ligjor pas viteve të qeverisjes së Orbanit. Vetë Magyar reagoi shkurt duke deklaruar se pret informacion zyrtar nga prokuroria për natyrën e hetimit dhe materialet e sekuestruara. Ndërkohë, liderja e ekstremit të djathtë francez Marine Le Pen dënoi bastisjen duke e cilësuar si shkelje të shtetit të së drejtës. Prokuroria e Hungarisë ende nuk ka publikuar një deklaratë të plotë mbi operacionin, ndërsa personat në nën hetim kanë mohuar çdo shkelje. Një operacion i gjerë i autoriteteve ekuadoriane ka goditur një organizatë kriminale që dyshohet se siguronte miliona përmes vjedhjes së naftës nga tubacioni Cuito Santo Domingo Esmeraldes. Në total, 16 persona, mes tyre një efektiv policie në detyrë dhe 4 të burgosur, janë vënë në akuzë për krim të organizuar pas kontrolleve të zhvilluara në 4 provinca të vendit. Sipas hetimeve, organizata përbëhej nga të paktën 19 anëtarë dhe drejtohej nga një person i quajtur me novkën Quino. Skema kriminale bazohej në metodën e njohur si Pincazo, që konsiston në shpimin e fshehtë të tubacioneve për të nxjerrë karburantin, i cili më pas transportohej drejt Guayaquil, Esmeraldes dhe Machala, ku shitej në mënyrë të paligjshme. Sipas raportit të prokurorisë, organizata kishte lidhje të dyshuara me mafien shqiptare, një rrjet kriminal që në Ekuador hetohet për vepra të rënda penale, përfshirë vrasje, vrasje me pagesë, pastrim parash, zhvatje, trafik droge dhe armbajtje të paligjshme. Hetuesit dyshojnë gjithashtu se disa prej anëtarëve të grupit mund të kenë lidhje edhe me vrasje të bujshme që kanë tronditur opinionin publik. Një element i rëndësishëm i dosjes është se 4 prej drejtuesve të dyshuar ndodheshin në burgun e Esmeraldas, por vazhdonin të drejtonin aktivitetin kriminal nga qelia. Pas paraqitjes së provave, gjykata vendosi masën arrest me burg për të 16 të pandeurit, ndërsa hetimet për rrjetin kriminal vijojnë.
Zinedine Zidane është zyrtarisht trajneri i ri i kombëtarës së Francës. Legjenda e futbollit francez ka konfirmuar një kontratë 4 vjeçare me Federatën Franceze të Futbollit, duke nisur një kapitull të ri në karrierën e tij si trajner. Sipas raportimeve, marrëveshja ishte arritur në parim që në muajin nëntor, por u mbajt larg vëmendjes së mediave deri në zyrtarizimin e saj. Gjatë muajve të fundit, Zidane kishte marrë oferta të rëndësishme nga klube prestigjioze të Premier Ligës, Serie A dhe kampionate të tjera europiane. Megjithatë, ai vendosi të refuzojë çdo propozim, pasi objektivi i tij ishte të drejtonte përfaqësuesen e vendit të tij. Ky emërim konsiderohet një nga lëvizjet më të rëndësishme në futbollin ndërkombëtar. Ish trajneri i Realit të Madridit vjen me një CV mbreslënse, ku spikasin 3 trofet radhazi të UEFA Champions League, duke u renditur mes teknikëve më të suksesshëm të dekadës fundit. Në stolin e gjelave, Zidane do të ketë në dispozicion një skuadër plot yje, me Kylian Mbappé si lider të brezit të ri francez, duke sjellë autoritetin dhe mentalitetin fitues për të rikthyer Francën në majat e futbollit botror.